Adrus basketbollit, Limrona Nishe keni ardhur sot në palatin e sporteve Shalinushi Gjakov, Nishe keni ardhur sot për herë parë këtë sezon luajmë ndeshjen si Vendas Andaj Shalinushi sot bashkë me djemtar që po dalin parket për me luftu dhe me mbrojnë deri këtij qyteti. Ta fillojmë historinë e kësaj sezone. Për këtë ata që janë rritë me këtë fanellë dhe për këtë ta djemë që sot dhe japim zemër parket. Edhe për lojtarë të ri që sot dhe debutojnë si Vendas Gjakov. Kjo sot, le t'jenë zjarë sote, le dëgjohen Gjakova dhe i dëshjeli. Le ta kuptoj kaj që këtu nuk luhet, po këtu luftohet. Këtu nuk i qëndohet, po këtu fitohet me zemër. Sot lufton Nazdimi, e sot le t'luftoj kuqësit të Jakovës. Ajna që sot e Gjakova! Pasë me fillu. Nishtari përkimi në shafir të Borës të cilit raqitën në këtë tërbërje. Vllaznimi dhe Bora janë dy skuadrat e vetme pa fitore pas 3 gjirove të para dhe njëra nga këto sonte do t'ja bëj sefte kurse tjetra do t'a thelloj krizën. Adhurues të basketbollit, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në duelin e dy skuadrave të cilat si vjet s'kan shënuar asnjë fitore. Pra vllaznimi Vendas dhe Bora, e cila paraqitet me kapitenin Adem Mekish, Singleton 5-7, Rezart Mehmeti 8 plana, 9 Zeqiri, 11 Kurte, 13 Jules, 15 Jackson, 21 Taylor, 23 Arenat Sulejmani, 35 Ljeboci dhe 37 Jetmir Zeqiri. Skuadra udhëhequr nga Lori Klokoqi dhe ndihmësi i tij Laberian Ibrahimi. Dërsa vllaznimi sonte paraqitet me kapitenin Atikoshi 11, 1 Zigirit, 2 Amri Bedra, 3 Jon Ismaili, 4 Kasi Ezeagu, 6 Marquis Warwick, 10 Jor Anej, me numër 21 Samir Zekishi, i kthyer nga lëndimi, 23 Leo Colimerio, 25 Giganti Trende Dushaj, 55 Ronda Syla dhe 56 Eden Cingu, të udhëhequr nga Jeronimo Sharin, Driton Raci dhe ndihmësi Ante Lonshar, aktualisht edhe drejtori i klubit Shkumbin Kumnova. E tani do të kemi intonimin e hymnit të Republikës së Kosovës. Respektojmë intonimin e hymnit të Republikës së Kosovës. Adhurues të basketbollit, platformën tuaj dhe tonar poshën, kudo qeni duke na shikuar këto qaste, Kosovë, Shqipëri, troje tona etnike, Evropa po Amerikë. Mirë se erdhët në Shaninushin, në ndeshjen e cila e mbyll xhiron e 4 të Pro Credit Superligës, pas të shtunës e cila solli 2 ndeshje fantastike, kryendeshjen midis 2 prej 3 skuadrave të pamposhtura si vjet deri dje, duelit midis Bashkimit e Zigar Prishtinës ku Prizrena se triumfuan me rezultat 106 me 88. Pastaj pra me këtë edhe mbetën Kolider
dhe një nga dy skuadra tashmë të vetme të paposhtura si vjetë së bashku me Go plus Pen, e pastaj e patëm kryengeshin tjetër midis Trepçës dhe Golden Eagle Yllit, e cila doli të jetë edhe më dramatike dhe u vendos në sekundat e fundit me fitoren minimale të Mitrovicasve 67-65. E djela basketbolistike vazhdoj me përballjen ndërmjet Go plus PS dhe Arahovecit 0-29, ndeshje të cilën me rezultat 87-79 e fitoj Go plus PA dhe Verdhëzënjat po ashtu vazhduan serin prej 4 fitoreve në start të këtij edicioni pasi imposhtën vreshtare. Giron 4 të Pro Credit Superligës po e mbyllin me përballjen midis dy ekipeve që nuk din për fitore si vjet, kampionës aktuale të ligës unike, vllazënimit dhe tashmë skuadrës që për vit të dytë është antare e elitës të basketbollit kosovar Borës, që si vjet ka hyrë në këtë edicion me aspirata të mëdha, mirë po rezultatet në start nuk kanë qenë ato të priturat. Sonte Kuqezin të Jakovës të prir nga Jeronimo Sharin, kërkojnë këndeljen dhe fitoren e parë për të shkëput nga fundi tabelës dhe përballë do të kenë Borën, e cila i ka ndarë rrugët me trenerin Minqev dhe aktualisht udhëheqet nga Lori Klokoqi, në drejtimin e cilit pati një shfaqje fantastike kundër Go plus PS javën e kaluar dhe psoi ngusht 94-96. Është interesant të themi se vetëm disa ditë pas shkarkimit të trajnerit Ljubomir Minqevit, ky fundit gjeti punë dhe u riemrua si selektor i Bullgaris. Tash se Kuqezin të Jakovës si vje startuan dobët dhe me disfatat të thella nga nën kampioni aktual Bashkimi dhe kampioni Trepça, e startuan me 2 disfata, ndërsa vikendin e kaluar përpaktuan në Suarek nga Ylli me rezultat të ngushtë 82-84, dhe sonte po presin triumf, mirë po s'do ta kenë as pak lehtë. Starti dobët ka bërë që kryesia vllazënimit në fillim të këtij kampionatit ndërmarr masa emergjente, ka larguar disa lojtarë të huaj që në start duke sjellur disa të rinj. Këto dy ekipe duhet t'ju them se deri tash janë takuar vetëm 4 herë në total, të gjitha ndeshjet janë zhvilluar vitin e kaluar dhe secila ka shënuar nga 2 fitore. Pra kush do të jetë më i suksesshëm sonte, betet të shihet direkt nga dueli që e mbyll vikendin fantastik basketbollistik të Pro Credit Superligës, ku me ju sonte jam unë Agon Femio. Thash pra, është kjo gjiroja e 4 e Pro Credit Superligës, dje Bashkimi Prishtina 168, Trepça Ylli 67-65 dhe pak më herët, pra para kësaj ndeshje, para disa qasteve në Karagaq, 87-79 fitore e Go plus PS ndaj Rahovecit 0-29. Këto dy skuadra duelin e parë në përgjithësi e kishin zhvilluar vitin e kaluar me 12 tetor, pra 2024, dhe Bora arriti fitoren e parë historike si klub në Super League, pra ishte gjiroja e 5-ja dhe 5 startuese, Jon Ismaili, Marquis Warwick, Joran e Ati Koshi dhe Leo Colimerio do të jenë 5-ja startuese në këtë duel. Grant Singleton, Rezart Mehmeti, Shekwan Jules, Ademekic kapiteni dhe Jetmir Zeqiri në anën tjetër për Borën. Treshja referve që udhëheqte, ja po e shohim aty, edhe Ardian Gjinin, kryetarin e komunës së Gjakovës, dhe ish basketbollistin e Prishtinës, Afrim Ismailin, babajnë e Jon Ismailit, i cilin nga Prishtina u transferua tek vllazënimi i Gjakovës. Trajneri Jeronimo Sharin dhe Lori Klokoqi, treshja Aldin Uglari kryesori me ndihmësit e tij Erzen Haxhanin dhe Ilir Shalën. Thash edicionin e kaluar, dueli i parë ndonjëherë mes Borës e vllazënimit u zhvillua në Kryeqytet në palestrën 1 tetori, 86-61 fitore e thellë e Borës në atë duel. Ndeshja e kthimit u zhvillua këtu në Gjakov me 15 tetor, vllazënimi fitoi 89-79 me 26 janar. Bora përsëri fitoi në shtëpi të vet me 85-72,
ndërsa ndeshjen e fundit mes tyre dy skuadrave me 30 mars në kuadër të Gjiros 26 e fitoi vllaznimi me rezultat 87-78. Ishte kjo një ndeshje fantastike e cila pa të shkua në vazhdime. Ju kujtohet Jerry Cole Helms ishte heroi vllazimit me një performancë briljante, pa të shënuar 42 pikë, ku nga tentimet për dy ishte i sakt 15 herë falni, nga 17 tentime, me të vërtet pa të qenë një shfaqje fenomenale. Kishte qenë edhe MVP i Gjiros 26 Jerry Cole Helms, tashmë ish lojtari i vllazimit, çdo gjë e gatshme për duelin në të cilin këto dy skuadra po hynë me imperativ për fitoren e parë në këtë edicion. Të dyat kanë pësuar nga 3 disfata. Vllaznimi nga Bashkimi e Trepça me rezultat të thellë nga Ylli 82-84, ndërsa Bora pësoj nga Rahoveci, fitore befasuese që në start e Rahovecit 0-29, 95-84. Prishtina fitoi 94-81 dhe javën e kaluar thash në udhëheqjen e Lori Kllukoçit, një ndeshje fenomenale e Borës, e cila mezi u mposht me rezultat të ngushtë 96-94 nga Go plus Beja, tashmë lideri i pamposhtur Ati Koshi me sulmin e parë të pasakt aty. Zeqiri bukur deporton, nuk ka shënim në tentimin e tij të parë, të shohim. Topi do të jetë për shkon atje Lori Kllukoçi se çka ndodhi. Dy sulmet e para të pasukseshme të dyja skuadrave, secila huqi nga një herë. Deporton deri në fund, nuk realizon Anej. Tentim për 3 pikë edhe një herë. Nuk ka shënim, ishte Warricka i cili tentoi. 2 tentime, asnjë nuk e gjeti rjetën. Atiku dhe Warrick tentuan nga një herë Zeqiri. Deporton atje me një gjysmë horog, ende thuajse se dikush i ka bërë magji Koshit. Një kërcim në sulm, 2 tentime të huqura. Edhe nga Bora, nga Zekiqi dhe Jules. Tenton atje Kolimerio, edhe ai nuk realizon, i fundit e ka prekur topin Shaquan Jules. Atiku kërkon atje kapiteni blok Rez Mehmeti me mbrojtje agresive. Edhe 6 sekonda për këtë sulm pick and roll. Atiku tek Kolimeria, lëvizje mashtruese e tij. E po mduket që ky kosh ka ardhur të shohim. Po jo, s'është kosh. E patë dhe Juvet, ankohën këtu Kllukoçi dhe Braha dhe tjetër fall në sulm. Lojtari me numër 13 Shaquan Jules. Ishte ky një rast diskutabil lavdërues të basketbollit te kjo treshe. Përshtypja ishte se Kolimerio mbeti me top në dorë, pasi kishte skaduar, megjithatë referët e pranuan këtë kosh. Loja vazhdon, Ati Koshi për Ismailin, bukur lëvizje
e bukur Kollimerio, shpejt lëviz topi, Warwick i vetmuar tenton, nuk realizon, Jetmir Zeqiri më i lartë se Anej në këtë kërcim. Lufton atje Jules, e pa Mekishin, e ka dorën e but Mekish dhe e barazon rezultatin në treshe. Përgjigjet me treshe të dyja skuadrat nga një 3 pikësh. Mekish dhe Kollimerio. Koshi për Ismaili është i ndjekur në hap nga Mekishi, megjithatë e merr topin, e shikon Koshin atje, tenton, nuk realizon. Jules shumë shpejt atje, Rez Mehmeti e ka dorën e but, dy shkupjanët Zeqiri dhe Mehmeti. Është ka gabim në hapa, Jetmir Zeqiri. Edhe një top i vjedhur atje Warwick, me gjithate e shpëton Anej, rolling i bukur i ti dhe realizon 5-3, i paknaqur me mbrojtjen e cila po luhet Lori Klokoqi. Ka dhe 12 sekonda për këtë sul. Tentim i pasuksesshëm i Vekić. Kaluan tashmë 4 minuta loj, shumë pak pik, 5-3. Koshi atje zonale e Klokoqit, Jon Ismaili për Kollimerion, lëvizje bukur mashtruese edhe njëherë Kollimerio, kësaj radhe nuk realizon dhe faulli ati Koshit kapitenit, bërë ndaj kapitenit të Borës Adem Mekićit. Mekić është fuqia kryesore e skuadrës me 17 pik, 7 kërcime dhe 9 asistime mesatare. Dhe vërtet statistika interesante dhe të mrekullueshme. Jon Ismaili atje i rëshet topi edhe njëherë, e pa topin e vjedhur kundër sulmi shpejt. E shikoj atje Anash Mekićin dhe i rëshiti topi, e humbi rastin për të realizuar pikët e para. Anej e pengon atje Mekićin, tentimi Zeqirit, topi hynë del, Kollimerio më i larti në kërcim. Të dyja skuadrat shumë jo efikase deri tash. 9-2 është vllazënimi nga loja, tenton Warwick, nuk shënon. Ufa, atje ka mundur të lëndohet, e përmirëson Jora Nej për avantazhin prej 7-3. Avantazhi më i lartë deri tash, përveç treshës Mekićit. Në tjetër Bora nuk ka realizuar asgjë. Jules tenton atje, dalet në mënyrë të palejuar nga Jora Nej. Edhe Bora 8-1 nga loja, përveç asaj treshës nga 3 tentime. 5 herë kanë tentuar për 2 pik. Personalja e par e Anejt. Alo qendra 208 cm, e po luan në fakt në pozitën e qendrës Anej, i cili erdhi nga Windy City.
Herën e parë është i pasakt Jules. Shaquan Jules në trindeshjet e deri tashme ka një efikasitet prej 80% nga vija gjuajtjeve të lira. Shumë interesant që e Vuçi të parën me vërtet nuk di për Vuçi. Ja, herën e dytë realizon për të zbutis avantazhin në 7-4. Edhe 4 minuta. 25 sekonda deri në fund të çerekut të parë. Pick and roll atje me Jon Ismailin 2 herë. Hapët mirë, po jo. Nuk po e pranon topin nga bashkëtarët e tij. Oranej, po s'ka problem sepse e fiton vet. Anej, po e kryen punën ashtu si duhet. Bashkëtarët e tij po vonon. Jon Ismaili priti. Tentoj, por nuk realizoi. Është ky tentimi i tij i dytë për 3 pikë pas sukses. Sa bukur atje Rez Mehmeti ndalet në mënyrë të palejuar. Ai ishte Ismaili apo edhe njerë po Ismaili personale e tij. Ishte në akt të gjuajtjes në kosh. Ronda Sylla inkuadrohet dhe Ziggy Reed. Nga loja janë larguar Ismaili dhe Kolimeria. Banka teknike, drejtori sportiv Besim Braha ka reaguar atje si duket disa zyrtar të Porës për shkak reagimeve janë përjashtuar nga pjesa ku kanë qenë të ulur. Drejtori sportiv hungrit nga banka dhe shkoi atje për të reaguar dhe për këtë është dëshkuar me teknike. Se do qoftë ekzekutohet gjuajtja e lirë. E huq Rez Mehmeti. Tentimin e tij të parë. Herën e dytë realizon, përgjigjet në atë gjuajtjen e lirë e kapitenit Koshi për shkak të teknikës. Për 8-5. Pick and roll atje. E ka lënduar këmbën Joranej. Lufton Ziggy Reed. I vetmuar Joranej. Majtaku tenton, nuk realizon më i larti Jetmiri. Mekic. Reshja e Shkupjanve. Edini Ademekishi. Ka luajtur në ABA League për NZ-in për Zarën. Është shpallur kampion me Zarën në Kroaci. Erdhi në Kosova. E blokon atje këtë pasim Joranej, i cili si duket e ka lënduar gjurin. 3 minuta 20 sekonda deri në fund të çerekut të parë. E përsi konstante e Niko Qirve. Rezultati u barazua vetëm njerë pas atyre 2 treshëve në start. Mekic tenton, nuk realizon. Lufton Anej, topi tek Ronda Sylla, i cili organizon sulmin. E kalon Zeqirin, deporton deri në fund tek Anej. Deporton, nuk realizon, me kërcim në sulme përmirëson dhe shënon për 10-5 e përsia më e lartë prej 5 pikëve, dyfishon avantazhin. Ufa, për mrekulli. Atje Koshin e shmonton Shaquan Jules. Afron në 10-7, do të kemi zëvendësim këtu Taylor për herë të parë. Do të inkuadrohet në loj dhe Jackson. Ziggy Reed dalet në mënyrë të palejuar. Do të kemi zëvendësimin të shohim. A do të largon Singleton, jo.
largohet Jules në vend të tij Jackson. Largohet edhe Singleton në vend të tij Taylor, edhe Rez Mehmeti në vend të tij Orsi Kurtaj. Ndryshimi trefisht i trajnerit Klokoqi. Në vijnë e gjuajtjeve të lira për herë të parë sonte Ziggy Reed ka pasur një shqetësim. Është fuqia e dytë kryesore tek skuadra e vllazнимit së bashku me Warwickun. Herën e parë i saktë të dytën e huq, 11-7. 4 pike përsi për vllaznimin. Në majtë presje 3 pik, 4 presje 7 kërcime dhe një presje 3 asistime. Është kontributi i Ziggy Reedit për vllaznimin në këto ndeshjet në fillim. Jackson atje depërton deri në fund, realizon. Aljo Qandra 204 cm tentim i Dasylës i pasukseshëm, mirë po e vjell topin. Bukur atje, koshi pranohet sepse ka prekur tabelën Jackson. Pikët e Warwickut pranohen 13-9. Jackson pick and roll me Taylorin, Mekic, depërton dalet në mënyrë të paljuar, do t'i ketë 2 gjuajtje të lira kapiteni Mekic. Si vjet, jo me ata efikasitetin e tij të zakonshëm. Nga penalet 55% është i sakt nga tentimet e deri tashme gjuajtjet e lira në këtë kampionat. Herën e parë realizon për të zbutur rezultatin në 13-10. Realizon të 2 gjuajtjet e lira, Jon Ismaili në lojë dhe për herë të parë sonte Kaosi Ezeagu. Ismaili atje kërkojnë switch, ndrim të lojtare atje Kaosi Ezeagu, depërton, nuk realizon Qandra 208 cm e cila erdhi nga Polonia. Bukur atje Reed e lexoi Mekic, nga trohët, ka kohë. Taylor tenton për 3 pikë dhe për mrekulli realizon Deshaun Taylor për porsinë e parë të porës në këtë duel 13-14 me treshën e tij, tentimin e tij të parë për 3 pikë, përpaksa nuk e vodhi këtë top. Kaosi Ezeagu pak i ngath në debutimin e tij. Ka luajtur në ligën e parë të Polonisë, jo në Extra League, në Super League, por në ligën e parë të Polonisë, prej atje vjen prej Opolskës, ku ka pasur një mesatare prej 15 pikëve dhe 8 kërcimeve. Rikthehet e përsia 15-14 Mekici. Edhe një herë në anën tjetër tenton dhe treshja e dytë. Edhe pse po kthehet atje Deshaun Taylor, ka publiku mund të ndërshkohet. 15-17, 2 treshe rresht të Deshaun Taylorit.
me Ziggy Reedin, lufton. Edhe Reed para zonë 17-17, plus e ka dhe një gjuajtje të lirë. Fauli Taylorit natyrisht mbeti atje në Reedin. Edhe centimetra dallim kanë njëri me tjetrin. E shfrytëzoi edhe shtat lartësinë edhe faktin që është më masiv Reed. Një prej dy armëve kryesore të vllazërimit deri tash realizon për të rikthyer përsi në 18-17. Çereku i parë me këtë kosh faul të Ziggy Reedit përmbyllet në favor të vllazërimit, një ndeshje e barabartë në start në çerekun e parë. 11-10 në kërcime, në asistime Bora shumë më organizuar, shumë e mirë. Dhe po ashtu u rikthyer në lojë pas atij minusit prej 5 pikëve, duke i falenderuar 3 pikshave, dukshëm më mirë 50% të efikasitetit për 3 pikë. Shkojmë me reklama. Ajden qa, kam vendosur me ndru tekstin këngës. Kusht ka thonë ty m'bank me shku, ka gabu, hape llogarin ti këtu, ngam ti vu. Hape llogarin në bankën ProCredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O heq breski nevoj për këtë punë bankë me shku? Ngam ti vu. Banka ProCredit. Goti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Rikthehemi me pamje në Shanin Ushi. Ja, dhe statistika 3 treshe nga 6 tentime isha duke thënë parës 50% të efikasitetit vllazënimi. Do të thotë ka shpërdoruar shumë tentime, shumë huqe, nga 10 tentime vetëm 1 treshe e realizuar. Goxha dop mirë, po këtë ka kompenzuar me 2 piksha, efikasitet të lartë, 6-2 piksha nga 10 tentime, në anën tjetër 6-2. Është sa bukur atje, asistimi me kishit për Zeqirin që në start dhe përsëri ndronon e përsia 18-19, është kjo hera 4 sonte. Reed edhe 4 sekonda tenton, futët atje gabimisht, opa, për pak sa nuk e vodhi këtë top mirë, po është i kujdesshëm kapiteni Mekic me këtë rolling e rikthen e përsin më të lartë prej 3 pikëve, 18-21. Një mini seri prej 0-4 në start e mysafirve. Tentimi Ronda Sylës, i cili nuk lejon shkëputjen dhe me treshën e tij të parë barazon rezultatin. Ky barazimi i 4 i rezultatit sonte, pas atij fillestar natyrisht. Ati koshi kapiteni largohet, Colimerio rikthehet braziliani Leonardo Leo Colimerio, alja 201 cm, lojtari dobishëm, 10.5 kërcime mesatare e tij. Ezeagu kërkon që topi të shkojnë në anën e kundërt. Ka pak të lashe atje, Ezeagu, sa bukur, lufton Reed. Megjithatë Mekic përsëri kthej topi
Joni Ismaili. A do të jetë shënimi pranohet, ka qenë aksion 21-23. Edhe njëherë. Po, ishte nisur në hap. Do të jenë këto 2 pikë për Adem Mekishin. Pika e ti e 9. Nëse realizon edhe gjuajtjen e lirë. Jo. Betët me 9 pikë. Kjo e përsia, ndrimi i 5 e përsis. Prej vllaznimit të Bora dhe Anas Jeltas. Por mrekulli, asiston Da Sylla për Kolimerion. Dhe parazimi i 5. Vazhdimisht pra loj e niveluar, e balansuar të dyja skuadrat, po e kërkojnë me ngull fitoren e parë në këtë edicion të Pro Credit Superligës. Personale e Kurtajt ndaj 19 vjeçarit Joni Ismailit. Ja dhe baba i tij në ekranet e juaja, ish lojtaris i Prishtinës, Afrim Ismaili. Anej bukur atje, pressing në Joni Ismailin, Zeqiri, Da Sylla depërton derën, sa bukur atje. Edhe një asistimi Da Syllës, tandemi Da Sylla Kolimerio. Për mrekulli po funksionon. Edhe njerë. Pauli Leo Kolimerios. Zigi Reid largohet, në loj rikthehet Warwick. Edhe Singleton do të kthehet, largohet Mekish, i cili nuk pushoj fare, pra i luajti 13 minuta deri tash. Për ato 13 minuta realizoi 9 pikë, 3 kërcime dhe 3 asistime. Figura qendrore tek Bora. Herën e dytë është Isak Jackson. Për 25 me 26. Është kjo hera e 7 që ndron anë e përsia. Deri tash 6 barazime dhe 7 ndrime të e përsis. Me të vërtet kosh për kosh, kërcim për kërcim, aktualisht janë të niveluar në kërcime nga 13, 6-4 në asistime, 2-1 për vllaznimin në topa të vjedhur, 6-4 në asistime për Borën. 3 treshe të Borës nga 7 tentime, ku ka dominuar deri tash në këto 13 minuta loj në Shani Nushi, skuadra e vllaznimit. Janë pikët e shënuara pas kërcimit në sulm, 7-1. Dërsa Bora ishte më e mirë në kundër sulme. Është interesant të themi se lojtarët rezervist të dyja skuadrave kanë shënuar pikë identike nga 9 secila. Kolimerio 7 pikë dhe 3 kërcime. Të gjitha këto pikët i ka realizuar fal asistimeve të Ronda Syllës. Në fakt për treshe u punua asistim të Warwickut, ndërsa këto 2 deportimet e funit të bukura Kolimerio i realizoi në bashkëpunim. Opa, pengon atje,
Kurtaj, mirë po e vjedh topin e rikthen Jon Ismaili duke mundësuar këtë shënim të Joranejt dhe rikthimin e përsisë të vllaznimin 27-26 për herë të 8. Ndrone përsia anë. Të shofim a do të ndodhë përsëri, jo. Warwick e kap këtë top e përqafon, thot i jemi është. Da Sylla tentoj për Kolimerion. Ja, dërtet po funksionojnë mirë Da Sylla dhe Kolimerion, një kimi e mirë mes këtyve dy lojtarëve. Ja, topin e humbur atje e rikthen Ismaili, ndërsa kësaj radhe Kolimeri është ai që asistoi për Anejn. Ismaili depërton për mrekulli, opa, e blokon atje Zeqiri. E vjedhi këtë top Jetmir Zeqiri, largohet Jon Ismaili për të pushuar pak në loj, kthehet kapiteni Atikoshi. Zeqiri me këmbë luajtje atje Kolimerio. Po. Mbetën 15 pik. 15 sekonda për këtë sulm. 6 minuta. 1 sekond deri në fund të pjesës së parë është ky dueli i cili po e mbyll Gjiron e 4 të ProCredit Superligës. Dueli dy skuadrave të cilat ende nuk kanë fitore në këtë edicion. Vllaznimi i fundit dhe bora e parafundit. Eksem për Kurtajn. Tenton nuk realizon nga prapa. E vjedh këtë top Jetmir Zeqiri, ndërsa personalin e tret e shkakton kapiteni Atikoshi. Është lashe tani për Jeronimo Sharinin, sepse edhe Atiku është në mesin e lojtarëve të rëndësishëm me një mesatare prej 14 pikëve dhe 3 kërcimeve tek skuadra e vllaznimit. Bukur atje asiston e pa për mrekulli në thellësi atje Taylor Jacksonin. Luftojnë atje për pozit Kolimerio, ka dhe 8 sekonda. Warwick, pick and roll, Kolimerio futet, e kemi një mismatch atje, nuk po e jep Warwick topin, po tenton atje nga pashtriku dhe realizon për 30-28. Ka reagim. Shofim Dream Jules dhe Mehmeti. Singleton do të largohet, Taylor dhe Zeqiri largohen nga loja. Këtë treshe kemi ndrimin e 10 jubilar të e përsis. Da Sylla si rëshet topi. Kërkon falje nga Jeronimo Sharin. Ndodhin këto gjana. Rëshet topi edhe 40 deri në fund të pjesës së parë. Jules depërton posa hyri në loj. Debutimin e tij për vllaznimin Samir Zekishi. Shkakton personale, dim se ishte i lënduar Samiri. Shka paraqitja e tij e parë. Samir Zekishi, i cili erdhi nga bashkimi së bashku me Drende Dushajn.
herën e dytë. A realizon. Barazohet rezultatin 30-30. Për herë të 7 kemi barazim rezultati. Da Sylla deporton deri në fund. E kthen te Colimerio, ka dhe 4 sekonda. Colimerio lufton edhe rezultatin në 32-30 ngrit. Kosh për kosh. Ai pat atje dhe statistikat, kërcimet, 2 pikët. Poshtë në ekranin e në asistime 7-5. Pak minuta për Ambri Bedron, i cili zakonisht kur inkuadrohet në lojë e përshpejton shumë ritmin e lojës vllazimit. E të shohim nëse do të jetë edhe kësaj here. 4 minuta e 7 sekonda. Ja shikoni atje me njëherë pressing ndaj Singletonit. Nuk e lejon me pranu top Singletonin. Shumë po pëlqen Ambri Bedra, me vërtet lojtar i cili i ndihmon skuadrës së tij. Kemi një mismatch atje, mbeti i vetmuar Singleton dhe e shfrytëzoi këtë për të realizuar 3 pikshin dhe ndrimin e 11 e përsis, 32-33. Pikët e para të Singletonit deri tash, ishte ky vetëm tentimi i tij i dytë, shumë pak tentime nga loja, s'ka as asistim. Singleton, jo, kontributi duhur. Warwick nga një pozitë e vështirë, tentoj, nuk realizoi. Jackson atje, kundër sulmi shpejt Singleton te Kurtaj, Rez Mehmeti, bukur atje fauli Colimerios. Ishte fauli jashtë. Po e ka plotësu bonusin vllazimit, do të jenë 2 gjuajtje të lira. 3 minuta 16 deri në fund. Colimerio largohet. Personalja e dytë e Colimerios. 3 ka Atik Koshi, 2 ka dhe Jan Ismaili. I pasak në tentimin e tij të parë Rezart Mehmeti. Ka një efikasitet të lartë prej 80% Rezi. Herën e parë sonte Huq, të 2 gjuajtjet sonte i Huq. E mbetet 32-33. Bedra, apo, të shohim. Zekici. Fall në sulm i Samirit, posa u inkuadruan në lojë për 2 minuta lojë, 2 personale nga Samir Zekici. Unë nga trua atje, Zuri thu në këmbën e vetë Zekici, e pastaj edhe nga prapa e shtyu Gjulsin, natyrisht kjo është faul. Ja. Atje 2 legjendat e vllazimit, Burim Koshi dhe Hashim Raci në publik duke shikuar ndeshjen me vëmendje. Singleton tenton edhe njerë për 3 pik, nuk ka shërnim mirë, po e përmirëson Tyson Jackson për 32-35 e anën tjetër. Jorani me njëherë përgjigjet me këtë ngulitje. 34-35 personale e Bedrës. Do të rikthehet Joni në lojë, Ismaili. Herën e parë Singleton, është karakteristike ti, shikoni, gjuajtja nga krahu, diçka që nuk shihet shumë shpesh. Realizon për 34-36. Personale
e Gjulsit. Falë 202 cm Shaquan Jules. E ndalë në mënyrë të paljuar Warwickun. Isak nga tentimi i parë, 35-36, Marquise Warwick. Pika e 6 e Warwickut. E pika e 7, herën e parë ishte në vijnë e gjuajtjeve të lira, i realizon të dyat për barazimin e 8 sonte. 8 barazime dhe 11 ndrimet e përsis. Sa bukur atje faul i Ismailit ndaj Gjulsit në tabel. Apo më fani 35-36. Shkelur vin parës, pra pikët janë anulluar pasi një gjuajtje e liru anulluar. 35-37. E 6 e Gjulsit, 5-4 nga vija gjuajtjeve të lira, 6-5, 7 pikë të Gjulsit, por 35-38. Zekishi për Warwickun, kërkon blokun atje, pick and roll, luan me Aneni, cili depërton. Pretendojnë atje se ishte prekje. Dhe kërkojnë rishikimin e kësaj situate. Ja, Jorone atje, do ta rishikojmë këtë situate edhe njëherë. Pa sfida ishte e pasuksesshme. Nuk pati nevojë për rishikim të gjatë, ishte çdo gjë e qartë. Singleton organizon sulmin, në anën tjetër Kurtaja poshtë atje, Parës tentoj për treshe, topi hyrje doli, Singleton pick and roll me Jacksonin, i cili lufton atje në brendi, e huqi mirë, po Jules e përmirëson dhe realizon por 35-40 përsia më e lartë e borës, tani 1 minutë e gjysmë para përfundimit, kërkon pressing atje trajneri Klokoqi dhe mbylljen e korridorit, por nuk e ndëgjuan lojtarët e tij. Kurtaj, lëvizje bukur, mashtruese Kurtajt, mbyllet nga Warwick, 2 fishim, Rez Mehmeti, ka kohë për sulm, e ndalë dhe qetson sulmin Rezi, rollingi i tij për mrekulli e teknike për Warwickun për shkak të flopit apo simulimit, si doni, edhe një herë. Do të jetë një gjuajtje e lirë për Mehmedin. Rezi deri tash ka realizuar vetëm 1 pikë, atë nga gjuajtja e lirë. E huq edhe gjuajtjen e 4 të lirë.
5-1 është nga vija gjuajtjeve të lira. Rezart Mehmeti vetëm 20% me të vërtet si vjetë ka të lashe të mdha me në këtë ndeshje më falni. Ka të lashe të mdha Rezart Mehmeti 14-11 nga penalet në 3 ndeshjet para prake, sonte 5-1. Ishte Markiz Vorika i cili ndërshkua me teknike. Duhet të ketë kujdes. Rez Mehmeti atje huq kundër kërcim fani në sulm. Për mrekulli e përmirëson Tyson Jackson për 37-42. Rikthene përsin maksimale të mysafirve. Ismaili kemi në sekondat e fundit edhe 45 deri në fund pjesës së parë. Dy fishot atje Ismaili, ane ishte i vetmuar, mirë po u vonuan. Jackson thot, jo, nuk e tërhoqa me qëllim atje të shofim. Jo, e mbajti që të mos rëzot, mos të lëndohet, nuk bëhet fjalë këtu për faul jo sportiv. Zekici dhe Jules, duele të vazhdueshme mes kësaj dyshe. Ismaili, vazhdimisht po bëjmë presion në Ismailin i cili e shfrytëzon korridorin, e kthen topin te Anej, nuk ka shënim, lufton atje Ismaili, nuk dorëzohet mirë, po në anën tjetër kundër sulm të shpejt Singleton realizon për 37-44 plus 7 e përsia më e lartë. Kanë faul dhe për të dhënë lojtarët e Borës. Mekic do të inkuadrohet në lojë. Time-out ka kërkuar trajneri Jeronimo Sharin. 6.1 sekonda deri në fund të pjesës së parë. Bora arrin e përsin më të lartë prej 7 pikëve. Pas ati barazimi 36-36. Kemi një seri prej 7-1 apo 1-7 si të doni në fund të pjesës së parë. When the referee gives him the ball, Sammy, you go to start the screen to press, you make a fake of the screen. Në fakt, rezultati nuk u barazua Durrës të basketbollit, ishte 35-36, pasi një gjuajtje e lire Warikut ishte anuluar. Pra, pas ati rezultati, kur kishim mbetur edhe 2 minuta 27 sekonda lojë, kemi një seri prej 8-2 në fakt, të Borës, përmes atyre 2 gjuajtjeve të lira të Julesit dhe kërcimit në sulm dhe ngulitjes së ti. Pastaj Jackson dhe Singleton me këtë depërtim parës në asistim të Rez Mehmetit e ngritën rezultatin në plus 7, që është e përsia më e lartë, 6 sekonda deri në fund. Warwick te Ridi, i vetmuar, tenton, nuk realizon, e përmirëson atje Ani. Tenton në fakt që ta përmirësoj, nuk arrin. 37-44 e përsia maksimale në fund të 20 minutave të para për skuadrën mysafire, e cila dukshëm e përmirësoj dominimin në kërcime. 20-15 ishin të barabartë, 13-13, e tani 20-15 në asistime, vazhdon dominimi i skuadrës Borës, e cila tani po thuaj është barazuar dhe ka kaluar në fakt vllazimin saj përket realizimit të pikëve pas përmirësimit, pas kërcimit në sulm. Në qerekun e parë ishte 7-1, ndërsa në qerekun e dytë 8-0 për mysafirët, pra nuk kam pranuar as një pik nga kërcimi në sulm apo second chance points, po ashtu edhe rezervistët e
vllazënimit të Borës, më falni, ishin më të mirë në çerekun e dytë, realizuan 6 pikë, ndërsa të vllazënimit vetëm 2. Pikët e realizuara në topat e humbur 9-4, pra në përgjithësi një çerek i dytë goxha më agresiv, më i fortë i skuadrës mysafire, 27-19, tek mysafirët lider me nga 9 pikë të realizuara janë 3 lojtarë, pra përveç Adem Mekiqit, i cili kishte realizuar ato që në çerekun e parë 9 pikë, 3 asistime, 3 kërcime, me nga 9 pikë po dallohon edhe Chandra Jackson dhe Aloja Jules. 6 pikë ka Singleton, tek vllazënimi me 10 pikë të realizuara dhe 8 kërcime, gati double pas pjesë së parë Joranej. 9 pikë ka Colimerio dhe 6 tjera i ka realizuar Warwick. Pra është interesant të themi që përveç një pikë të realizuar të Ati Koshit, asnjë lojtar vendor nuk ka realizuar pikë. Në fakt, është Ronda Sylla me atë treshën e tij dhe 2 asistime. Shkojmë me pauzë në mes të pjesë lojve dhe pas një 10 minutave do të rikthehemi përsëri në Shani Nushi për pjesën e dytë.